أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد Allahun Azza wa Jalla falenderojmë, salavatet dhe selamet I dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë Allahun Azza wa Jalla për mirësitë dhe begatitë e mëdha që na dha ymër dhe shëndet që të jemi prezent edhe në këtë xhamon së bashku, ku dhe lutim Allahun subhanahu wa taala që gjithëve të na bëj kabul dhe makbul këtë namaz të madh, këtë ibadet të madh, këtë ditë të madhe. Amin ya rabbel alamin. Me lejnë Allahut Azza wa Jall, vazhdojmë me jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ku në dersin e fundit që e patëm përmend meselen e bojkotit që ja bënën mushrikët e Mekës fisit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pas 3 viteve bojkot, reshtazi, desha Allahu Azza wa Jall, që shkaku I zhdukjes së marrëveshjes që e patën bo me kasit dhe e patën shkryt dhe patën mshef në brendit të Qabës, Allahu Azza wa Jall, si që përmendën, pa të urdhnu një krim që të hinë në brendit të Qabës dhe ta hanë dhe ta hargjon dhe ta zhduk atë letrën e të cilën letër mushrikët e Mekës patën nënshkrujt të gjithë se do t'i bëjnë embargo Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Në atë letër patën mbet vetëm emri Allah edhe Muhammed. Allahu Azza wa Jalla patë frymzu atë krijes, atë insekt që ta zhduk dhe ta hanë gjithë letrën përpos se emrit Allah dhe Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu desha Allahu Azza wa Jall që ai zullum të ndërpritet dhe fisi I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam së bashku me të dalin dhe të kthehen në shtëpitë e veta. Pasi që kthehen në shtëpitë e veta, fillon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që me bë davet, që më I thirr njerëzit në Islam, që njerëzit t'i udhëzon në rrugën e drejtë. Dhe ky davet më ishte më intenziv, sepse më numri I muslimanëve ishte më I madh. Për krahja ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dita e ditës u shtojke dhe ishte më e madhe. Dhe ishte më e madhe, më e ndihmume dhe më e fuqishme. Kur mushrikët e Mekës e pan një gjë të tillë, nga ana tjetër ndodhi edhe një ndodhi tjetër. E cila ndodhi ishte se Ebu Talibi, migja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pat arrit moshën 80 vjeçare. Pat arrit moshën 80 vjeçare. Dhe pat fillu që t'i dobësohet trupi kapak. Derisa Ebu Talibi pas disa ditësh patra edhe në shtrat. Patra edhe në shtrat, u pasmu shumë. Dhe mushrikët e Mekës thanë, na duhet me shfrytzu këtë moment. Ta shfrytëzojmë këtë shansë dhe mundësi, t'ja bëjmë dyqysh që Muhammedi nipin e Ebu Talibit ta zbusmi përmes Ebu Talibit. Kjo është pika e parë. Pika e dytë thanë, na duhet me shku mu pajtu me Ebu Talibin, sepse Ebu Talibi ka nam të madh në gadishullin arabik dhe njihet mirë nga njerëzit si person I veçantë dhe I dallum, si personalitet I fortë, dhe thanë nuk ban me na dal llafi se na u banëm sebeb që ki smuhet, sepse Ebu Talibi 3 vite të plota patën jetu çka në periferi të Mekës, në për tenda, në për shatora. Dhe shumë shkencëtar ka përmendur se është Ibn Ishaqi, thonë se sebeb dhe arsye e smundjes së tij ka qenë qëndrimi I tij në periferi të Mekës dhe qëndrimi në brendit të tendave. Dhe si pasojë e saj u pat ftohaj, u pat smu. Dhe këta thanë të shfrytëzojmë që të fitojmë në 2 pika. E para, ta bëjmë Ebu Talibin kane, që të mos del llafi se na e kina mit një njerë të madh, që na e kina lënë sakat një njerë të madh dhe shkaku I zullumit tonë ai ka vdek. Dhe e dyta thanë,
t'ja bëjmë dyqysh që përmes Ebu Talibit ta zbusmi Muhammedin. Ashtu edhe ndodhi, erdhi një delegacion i madh Mekas, i përbërëm dikun për mbi 10 veta në kryet e Ebu Gjehlit, përfaqësuesi i zullumit dhe i padrejtësisë, ka ardhur ban negociata. Dhe çka i zgjidhi njerëzit më të veçantë, më të dallum, më me emër, më me nam në brendit të Mekës. Dhe shkojnë te Ebu Gjehli, te Ebu Talibi dhe i thonë: "O Ebu Talib, na kemi ardhur te ti me një kërkesë. Kemi ardhur te ti me një kërkesë shumë të thjeshtë dhe modeste. Ndodhi çka ndodhi, na jemi tonit, s'kemi ku shkojmë. Këtë pse e banën o xhamat? E banën se ma musliman ishte edhe Omeri dhe Hamza. E panë se ma me forcë nuk shkon. Si dilet në qash kësaj pune me forcë. E shtash dashtën me hi kadera emocioneve, me shfridzu fundin e jetës së Ebu Talibit për interesat e ligat të veta. Për interesat e ligat të veta, sepse njeriu zakonisht në shtrat të vdekës ka zemër më të butë. Dhe çka në moment të fundit mundohet që të bëm përmirësime mes njerëzve, dhe ndoshta ku ajo është faktor për çrregullim, mundohet që më bëj faktor për rregullim. Lëshon pejnë shumë drejt atij, vetëm hatri i pajtimit, sepse e shem ose si kam bejt shumë. Këta e menun mirë dhe fort këtë mesele. Zullumqari për zullumin e vetë s'fle kur. Kur s'fle? Ai çdo moment mundohet me shfrytzu për të arritur qëllimit të ulët të vetit. Nuk intereson a është fëmijë, a është gruaje, a është burr, a është plak, a është i ri, a është fukara, a është zengin, nuk i intereson. Ai don që mi shfrytzu momentet caktume që të arrin qëllimeve të veta të ulta e të liga. Kështu veprun me Ebu Talibin, vend sa me ardhë me vizitu, se ka rarë në shtrat dhe është shumë i smund, ata erdhen me ngarku ala ma tepër. Me ngarku ala ma tepër. Dhe i thanë Ebu Talibit: "Na kemi orë me një qëllim", thanë. "Hajde të mundohemi edhe njerë të mirë mi veshtë." Dhe kjo është delegacioni i fundit i mushrikëve që vjen të familja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mas kësaj mos ka pas muhabet. Thanë, ta shfrytëzojmë këtë moment të fundit që t'i thush nipit tënd që t'i lënë rahat fejtë tona, t'i lënë rahat zotrat e tonë, të mos t'a shaj latin dhe uzën. Bolë më në përqajti, bolë më në prish, apet me muhabetit e vjetra. Ka arë mu marrë vesht, qelë varat vjetra. A i haron në Ebu Gjehli se me gur doshti me athy kryt për nga mejtësën brenda qabës. Haron se sa e saher e sulmun dhe e përgjakën, sa e saher i ashkoqën këmishën para kitë njerëzve, sa e saher i gjytën plancin e devës mbi kokë duke bo sejde, e sa zullum e tjera. Këti haronaj. Kom ashtaj më marrë vesht, jepi kapak, jepi fund, për me bo apet zullum, jo për me bo hajrë. Dhe i thot, edhe na kina me alon ati rahat zotin e vetë. Ajnë e t'i len rahat zotrat e tonë, na kina me alon rahat zotin e ti. Nuk kina me ngucë. Dhe Ebu Talibi, duke me ndu se ja vlen me fol për këtë mesele, i tha njonit, tha shkoni sirë në Muhammedin. Në të vjen, tha këtu nipi. E thrasin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, a i vjen në të bim dhe fillojnë me arënit fjalët. Kemi ardhë për këtë qëllim. Paramendone, ky shtash, kur është më i fort, kur është më i madh, kur ka rreth vetës Omerin, e ka Hamzën, e ka Ebu Bekrin Zenginin, Parelien, ka me vetë edhe forcë, edhe pare, edhe pushtet, edhe nëm, ju pa të shpërnda muhabetin këtë gadishtu në arabik, njerëzit vinin pika e mos, mu njoftu me atë, këta shtash i thëjnë, adhe këthe prap, lene këtë punë. Sot Muhamedi thënë, po,
urdhënat çka është meselja. Kjo është zullumi kur të mshele syt. I thonë, na kemi ardhë që të migja jotë, me fole dhe teatri migjestant, me në nguneve disa lafe, fitne, hatri migjestante, se ka hatër. Ata me pas hatër ndaj migjes se pejgamberi s.a.s. se kishin gjujt 3 vjet me jetu aj në shkretin, në periferit të Mekës, me jetu në tend, në shatar, të e pas shpine vetë. Këta shtash për flasin për hatër. I thonë, hajti, na i len ratë zotrat e tonë, e na pëjlom ratë zotrat e tonë, dhe zotin tëndë. Pejgamberi s.a.s. tha, e kam vetëm një kusht. Një kushta, shumë të thjesht e kam. Ata thanë, po thuja atë kusht, për njëja bëjmë qarën. Tha, unë juve do t'jollo rahat, nëse ju mirë një guximin, dhe thoni, se s'ka zot tjetër për pos Allahut Azza wa Jall i cili meriton të adhurohet. Thuni që s'ka zot tjetër i cili meriton më adhuru për pas Allahut, unë e pisat e në aton juve kur s'ka mi unguc. Kur s'ka me folë kur gjon për zotrat që i kini, një laf. Thuni tha, eshedu en la ilaha illa Allah. Që ketë tha për e kërkoj për jush. Ata thanë, kisu mush me men. Ata thanë, o Ebu Talib, a e shetha ki qka po banë. Deshtën përsëri me shti fitne me se Ebu Talibi duke dosh mi thonë se këshire edhe në shtratë vdekjes edhe kur i ki bot 80 vjet e tepër sa vjet e ndëgjove këtë nipin tënë, kështë ashtë një më e lafis po të ndëgjon ti. Ebu Talibi tha, jam me nipin tem. Tha, jam me nipin tem. Tha, jam me nipin tem. Edhe pse ala nuk ishtë musliman Ebu Talibi. Nuk ishte musliman. Ishte më fejnë atimve. Edha ishte mushtrik, politeist, ama qka dashuria e madhe ndaj nipit të vetë dhe ndaj drejtësis, as njëherë nuk kja lejoj ndërgjegje ati që t'ja këthen shpinën nipit të vetë. Mushtrik të Mekës mundon me i vazhdu negociatat. Foli dyti nga mushtrikt, thot, hajtë beta gjëjmë një gjutë për bashkët. Mos falë më kur gjohë për zotrat e tonë, sepse e panë se nami dhe lafi pejgamberit s.a.s. mrinë në vende ku s'ka mrinë më herët. E panë se ma, askush nuk ka mundësi mi ndalë fjallët e tia dhe askush nuk ka mundësi me pengun ndikimin e ti të kënjerëzit. E kuptun se së shpejti edhe thmit e vetë të cët ndoshta ende nuk ishin musliman, e kuptun se së shpejti edhe ata kanë më bo musliman. E vladën e vetë se në ndale, para me ndonë e dikan tjetër të ndale dhe të ndalin dhe të pengojnë që të mos bëhet musliman. Kështu dhe ishe Allahu Azza wa Jall që pejgamberi s.a.s. ta te i kalon edhe këtë sfit, edhe këtë telash edhe ende të mbetet në krah të ti, Ebu Talibi, migja i vetë dhe fisi i vetë, dhe Muhamedi s.a.s. vazhdon me intensivitet davetin dhe thirrjen në fe, derisa donë Allahu Azza wa Jall që në mezhlisin e ardhshëm ta përmendmi edhe vdekjen dhe ndarjen e Ebu Talibit nga kjo botë. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.